Vjosa nuk po dokumentohet vetëm si një pasuri natyrore. Përgjatë rrjedhës së saj, jeton një tjetër pasuri, e ruajtur në kujtesën e banorëve. Legjenda, balada, gojdhona dhe rrëfime që kanë kaluar nga njëri brez në tjetrin. Pikërisht këtë trashëgimi ka marrë përsipër të kërkojë dhe dokumentoj. Projekti kulturor Legjendat dhe Baladat e Vjosës, që po zbatohet nga Qendra Kulturore Mediatike Antigonea në kuadër të projektit Kultural me financim të Bashkimit Evropian. Në qendër të projektit janë të rinj. 10 prej tyre janë përzgjedhur dhe po trajnohen si gazetarët e së ardhmes për të përfshirë drejt për drejt në ekspeditat kulturore që do të zhvillohen përgjatë territorit ku shtrihet Vjosa. Projekti Legjendat dhe Baladat e Vjosës tani ka arritur në një fazë më afër punës konkrete në terren. Trajnimi i sotëm me grupin e vullnetarëve konsistonte në sqarimin e një skeme e cila do të ndiqet hap pas hapi gjatë të gjitha intervistave që do bëhen në terren nga vullnetarët, nga gazetarët e rinj të së ardhmes siç i kemi cilësuar ne, dhe konsiston në shpjegimin se si do kryhet ky proces, çfarë duhet kenë parasysh gjatë kësaj periudhe, njëkohësisht marrin edhe informacion nëpërmjet ekspertëve të mjedisit, zyrës së administrimit të parkut kombëtar Lumi i Vjosës, nëpërmjet ekspertëve të trashëgimisë kulturore për t'i orientuar ata sa më drejt marrjes në mënyrë të drejt për drejt të intervistave, të gjithë asaj vlere të trashëgimisë kulturore e cila aktualisht qëndron e heshtur dhe të dokumentohet në mënyrë të tillë që ajo të kthehet në një mundësi për zhvillimin e turizmit, për guidat turistike, por natyrisht edhe për të qenë dokumentuar si një vlerë trashëgimisë jo materiale, për të mos humbur dhe për të kthyer ajo edhe në një si dokument të kthehet edhe në një mundësi edhe për studime të tjera, për të parë, sepse brenda legjendave, brenda baladave ka edhe histori të vërteta, por natyrisht që ka edhe shumë fantazi, siç janë në përgjithësi legjendat. Kamera, mikrofonat dhe pyetjet e të rinjve do të zhvendosen nga klasa në terren. Nëpërmjet Këlqyr, Tepelen, Memalia, Gjirokastër dhe Fier, ata do të kërkojnë njerëzit që ende mbajnë mend historitë e vendit, këngët, besimet, zakonet dhe rrëfimet që lidhen me Vjosën. Projekti synon të krijojë një arkiv të kësaj trashëgimie jo materiale, duke e shpëtuar nga haresa dhe duke e bërë të aksesueshme edhe për brezat e rinj. Synimi është që historitë e mbledhura të dokumentohen, arkivohen dhe më pas të përfshihen në një gujtë turistike, duke i dhënë trashëgimisë kulturore një rol edhe në promovimin e zonës së Vjosës. Është parashikuar në bazë të projektit që të mbledhin legjendat e baladat që janë përgjatë parkut, ishte një përvojë shumë e veçantë që të jetë një takim mes brezash. Brezi i ri merr të gjithë informacionin nga brezi i vjetër dhe mundohemi që ta trashëgojmë këtë informacion, por edhe ta dokumentojmë. Ndam mes nesh përvoja që ne kemi pas me turistët, si ndam ju ndat disa nga rregullat që duhet të zbatohen për mënyrën e mbledhjes dhe të dokumentimit të legjendave, dhe njëkohësisht për ne ishte shumë kënaqësi që i tregonim krye të rinjve dhe një hartë të parkut kombëtar për të zgjuar ato informacione që ndoshta ata mund ta kenë të plotë ose mund ta kenë të cunguar. Projekti Legjendat dhe Baladat e Vjosës lidh të shkuarën me të ardhmen, nga rrëfimet e të moshuarve te puna e të rinjve, nga kujtesa gojore te dokumentimi profesional, synohet të krijohet një pasuri e re kulturore për një territor që tashmë është park kombëtar. Gazetarët e së ardhmës do të udhëtojnë për gjatë Vjosës për të gjetur ato histori që ende nuk janë shkruar, për t'i regjistruar para se të humbasin dhe për t'u përcjell brezave të ardhshëm.